Koalicioni Vlen në zgjedhjet e vitit 2024 doli si një forcë e re e fuqishme që i bashkoi shqiptarët në një listë të vetme opozitare. Aso kohe, Vlen u sulmua ashpër nga qarqe të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, kinse ky koalicion po përçan shqiptarët dhe po dobëson përfaqësimin ton në kuvend. Por numrat dhe statistikat flasin ndryshe. Vleni, jo vetëm që nuk i përçau shqiptarët, por kontribuoi drejt për drejt në rritjen e numrit të deputetëve shqiptar dhe në rritjen e numrit të mandateve të prodhuara nga partitë dhe koalicionet shqiptare. Për dallim nga vitet e mëparshme, kur opozita shqiptare ishte e përçarë dhe gjatë zgjedhjeve kishim më shumë opsione opozitare, si në vitin 2016 me 4 lista, ose në 2020 me 3 lista, numri i mandateve të prodhuara nga partitë shqiptare aso kohë ishte dukshëm më i ulët. Por në vitin 2024, Vleni, duke mobilizuar votën, dëshmoi se bashkimi i opozitës në një koalicion të vetëm dhe ekzistimi i vetëm dy bllokeve politike apo sistemi bipolar sjellin rezultate konkrete. Pas zgjedhjeve të 8 majit 2024, rezultati ishte që Fronti Evropian fitoi 18 mandate, ndërsa Vleni fitoi 14 mandate. Në total u fituan plot 32 mandate, që historikisht është një numër rekord i mandateve të prodhuara nga partitë dhe koalicione shqiptare. Nëse krahasojmë me vitet e mëparshme, kur opozita ishte e fragmentuar, për shembull në vitin 2016 kur kishim 4 lista, rezultati ishte historikisht më i dobti sepse shqiptarët fituan vetëm 20 deputet. Ndërsa në vitin 2020 kur kishim 3 lista zgjedhore, rezultati ishte 28 deputet të fituar. Këto të dhëna të sipërpërmendura na dëshmojnë se të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, modeli me dy bloqe politike apo sistemi bipolar funksionon shumë më mirë se fragmentarizimi në më shumë parti opozitare. Së pari, me këtë arrihet maksimalizimi i votës në njësi zgjedhore. Në sistemin me 6 njësi, votat e koncentruara në vetëm 2 lista japin mandate plus në zonët ku shqiptarët janë shumicë. Kur ka 3 apo 4 lista, shumë vota mbeten nën kufirin për një mandat plus dhe ato vota zhduken krejtësisht. Sistemi bipolar ruan konkurrencën e shëndetshme, pasi dy bloqe krijojnë garë reale brenda trupit votues, pa e coptuar aq shumë votën sa të dëmtohet edhe përfaqësimi total. Avantazhi thelbësor në sistemin bipolar është qartësia e zgjedhjes. Votuesit shqiptar kanë ndjesinë se marrin pjesë drejt për drejt në vendimin se kush do të hyjë në qeveri. Zgjedhja është e qartë. A do të mbështes një blok politik për të rrëzuar qeverinë, apo do të votoj për bllokun që është në pushtet. Nga ana tjetër, një sistem shumë polar, me 4 ose 5 parti të vogla, shumica qeverisëse vendoset nëpërmjet pazareve pas zgjedhjeve, në dyert të mbyllura, ku krijohen koalicione të reja, ku votuesit nuk kanë asnjë ndikim. Në të ardhmen, shqiptarët duhet të ruajnë dhe të forcojnë këtë model me dy bloqe politike, qofshin ato vetëm 2 parti, apo qofshin 2 koalicione. Kjo është forma më efektive e organizimit politik në kushtet aktuale të sistemit zgjedhor proporcional. Kthimi prapa në 4 apo 5 parti të vogla do të ishte gabim strategjik historik, pasi do të na kthente prapa në 20 apo 26 mandate, duke ulur kështu ndjeshëm peshën tonë në vendimmarrje.